Civil Media. Kishte shumë pritje të mëdha me të vërtetë se pas 11 viteve të hapa rast dhe një budhjeqje me elemente të shumta të fashizmit për skaj tingullit fashizmit dhe largimit të njerëzve që thjesht e përdorin si term, në gjitha ato vite pritëm se të ketë ndryshime revolucionare, shënjëzuese, sistemike, gjithë përfshirëse, shumë palë, jo vetëm preke të sipërfaqes të problemit. Nuk po tregua se rrënjët e problemit janë më të thella se që menduam, dhe se në fakt nuk bëhet fjalë për një mendim partijak, për të si ashtu dëshim të theksojmë, ose për partizim të shtetit. Në fakt, si pas mendimit tim, në Maqedoni edhe nuk ekzistojnë parti politike, por ka klane vendore të cilë quhen parti politike ata në shambis partis politike po e fshin luftën e tyre për fitim të teritorit, dhe në fakt kur një parti politike fiton ose ai klani etnik, në fakt ai nuk e fiton qeverisin në vend, por teritorin e vetë shtetit dhe sillet si okupator të një teritorit të kundërshtarit, të vendit kundërshtar, një okupator i cili duhet nga ai tendencire çka të mundet më shumë për atë periudhë të shkurtër që e ka në dispozit, që më tutje të jetë i zëvendësuar nga një okupues tjetër i cili do të vijë me dëshira dhe qëllimet e njëjta, që të tregojnë se e kanë fituar atë teritorin e Armirkut, së pari do e ngjyrosin me ngjyrat e veta. E dini, keni luajtur Pokemon? Pra, do të vinë në një vend, do e ngjyrosin pen, kaltërt, gjelbërt, dhe pastaj do e ndajnë në sferët të ndikimit së bashku me alatët, për shkak se ata kanë alat në fidimin e teritorit armiqësor. Si pas mendimit tim, kjo korespondon me nivelin e zhvillimit të vetëdijes të përgjithshme, e cila është ndalur punë ato marrëdhënie etnoklanit. Në fakt, kur të fitohet territori i Armikut, çdo kom nga ekipe i merr me veti shokët dhe pastaj kryhet një klan i Shtipit ose i Stromicës ose i Manastirit ose i Kumanovës, si klan, dhe për një herë shihni benefita për përveçuesit e një komunitetit etnik ose të tjetrës. Ata së bashku me komunitetet tjera mund të pajtohen, do njëherë do të kene edhe pikët e paqes, të gjashme, mirë, po problemet të madhe kanë ata të pavendosur. Nuk e din se çfarë të bëjnë me atë. Dhe kur vinë në qeveri, provojnë që t'i ngjyrosin me ngjyrat e tyre, po edhe ato të cilët nuk do të kanë sukses, ose nuk do të mund t'i ngjyrosin, do t'i theksojnë si përfaqësues të klanit të kundërt, ose në thjesht i njohin si të mos ekzistojnë. Dhe në këtë çorë, del dikush nga jashtë me rekomandime dhe kërkesa për prioritete urgjente reformative ose trupa të pavarur mbikëqyrës dhe kontrollues, pra persona me mundësi profesioniste, me përvojë profesionale, sipas fushës, pastaj do të ketë avancim komparativ gjatë emërtimit, e asnjëherë nuk i theksojnë ato kombet. E pastaj thot depolitizimi i administratës publike, transparencë, merit, dhe pastaj të jepet numra që të zbulojnë nevojat. E pra, t'ju them, këto janë fshatra të Spanjës, posaçërisht për ta kryemëdhënte fiseve tona. Pra vjen fisi i ri në qeveri dhe e fiton Armikun në një mënyrë transparente, asgjë nuk bëhet e fshehur, gjithçka është e hapur dhe e zëshme, e thuhet deri dje ishin ata, e tani ne jemi në qeveri dhe tani
Fisi do të keti privilegje të cilë të kishte ai fisi më parshëm dhe gjithçka do të jetë sipas ligjit, për shkak se ne jemi ligji. E tani ju më pyetni për perspektivat dhe pritni që të them diçka të mençur. S'ka perspektivë. Përderisa nuk dalim nga niveli i zhvillimit i cili është adekuat me një vendosje etnofisnore, nuk ka lëvizje. Ky këshill fisnik i krijuar nga VMRO dhe DUI nuk plotson, SSM dhe DUI nuk LSDM dhe DUI nuk plotson kushtet për krijime të ndryshime. Dhe në fund e kam patjetër të them se një rol të madh këtu kanë edhe të huajt dhe duhet po ashtu ta marrin pjesën e vetë të përgjegjësisë. Pra në asnjë moment me të vërtetë nuk u ndalëm pas modelit qytetar. Për tërkohën më pak apo më shumë koketojnë me pjesën etnike, po edhe atë fisnore. Aq nga në ime dhe po të kishte këtu ndonjë kryeses nga këto fiset, me siguri do të kishim më shumë kamera edhe njerëz. Faleminderit, vetëm desha ta them atë. Civil Media